Kurani është shërim për zemrat e besimtarëve. Allahu Lartësuar ka thënë në Kur'an: Ja ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur. O njerëz, ju ka ardhur këshill nga Zoti juaj dhe shërim për çka gjendet në gjokse. Është shërim për dyshimet, shërim për streset, shqetësimet, pikëllimet, të cilat janë të shumta. Dhe të shumtë janë njerëzit të cilët vuajnë nga streset, shqetësimet. Kurani ka ndikim të çuditshëm në shërimin e zemrës nga probleme të tilla. Është shërim edhe për sëmundjet shpirtërore, siç është magjia, është prekja, është mësyshi, por është shërim edhe për sëmundjet fizike, edhe për sëmundjet biologjike për cilave vuajnë njerëzit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Ne thot shpalljen e bëm shërim. Leximi i Kuranit është shërim. Nëpërmjet leximit të Kuranit njeriu pra shërohet nga sëmundjet. Në një ajet tjetër Allahu i Lartësuar ka thënë: "Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa." Thuaj Kurani për besimtarët është shërim dhe është udhëzim.